E premte dashi, dita të shtyn drejt një vendimi që e ke shtyr prej kohësh nuk ka më vonë. Nëse nuk vepron sot, dikush tjetër vendos për ty. Demi, komoditeti yt po të kushton, e premtja të nxjerrë nga zona e ratis me një situatë që nuk e kontrollon dot. Reagimi yt do të përcaktojë gjithçka. Binjakët një mesazh, një bisedë, një detaj i vogël dhe gjithçka ndryshon. Kujdes me fjalët sepse sot nuk kthehen mbrapsht. Taforja, emocionet janë në maksimum, mund të shpërthesh për diçka që e ke mbajtur brenda prej kohësh, ose e nxjerr sot ose të rëndon më shumë. Luani kërkon kontroll, por situata nuk është në dorën tënde. Dikush po bën një lëvizje pa të vështirë. Krenaria nuk të ndihmon dot sot. Zhyresha, perfekcioni nuk ekziston dhe sot e kupton qartë. Një gabim i vogël mund të të mësojë më shumë për të kaluarën. Pranoje. Peshorja, balanca prishet dhe jetia i që duhet ta rikthesh. Një marrëdhënie kërkon vendim të prerë, nuk ka më vend për dyshime. Akrepi, dikush po të provokon dhe po pret reagimin tënd. Nëse bie në lojë, humbet. Nëse kontrollon veten, fiton fuqinë. Shigjetari, ke nevojë për lëvizje dhe ndryshim, por sot do të përballesh me përgjegjësi që si shmang dot. Realiteti fiton mbi dëshirën. Bricjapi, puna atë merr gjithë vëmendjen, por një çështje personale po do të roket fort. Nëse i injoron, do të kthehet më e madhe. Ujori, ti ke ide plot, por veprimet të mungojnë. Sot është dita për të bërë hapin e parë, ose lër frikën të ndalojë. Peshqit, dikush po të sheh ndryshe nga sa mendon. Një vërtet del në sipërfaqe dhe të vendos përballë realitetit. Pranoje dhe ec përpara.